Hej, të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu do t'ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Më kanë dalë 2 vizat. Përshëndetje Sara, tha urime je shtazan. Gela, kështu thash. Shiko, më kanë dalë shumë shpejt, mos ka probleme testi. Përshëndetje Sara, je shumë shtazan. Dashura mama, të dashura vajza, gra që po na ndiqni sot në Mam, sot kam një sipërmarrëse në fakt, e cila e ka nisur që herët këtë punë, është ndoshta vajza e parë që e ka nisur me YouTube në fakt në Shqipëri dhe ka ecur mjaft mirë duke hapur rrugët e të tjerave. Një vajzë e cila së fundmi ju, një grua në fakt që së fundmi e keni parë edhe në Ferma VIP, e fortë, ashtu e qëndrueshme, por ama sot do të jetë më e butë se kur sepse do të flasi për 2 çunat e saj, apo jo, Sara? Orina, faleminderit për ftesën. E vlerësoj shumë edhe të gjithë prezantimin që bëre, në fakt edhe në Ferm. I vetmi moment që unë thyesha totalisht ka qenë kur përmendeshin çunat, kështu që nuk e diskutoj fare. Ke të drejtë kjo pjesë. E di, nuk e diskutoj fare. Të gjitha mama sa herë që fliten për bebat e tyre, domethënë sa do të fortë atje në të gjithë rrugtimin e vet, sa do e di, domethënë jashtë limiteve ndoshta edhe për te tyre, sa herë që bëhet fjalë për bebat, gjithmonë ato kufizohen, ato që jo, kjo mëmësia gjithmonë të ndryshon, apo jo, Sara? Të ndryshon, por kur bëhesh mami, ndryshon edhe perspektivën për të tjerët që janë prindër. Në Ferm me që u nis me këtë gjë, në Ferm ka pasur shumë prindër dhe ka qenë një çështje totalisht ndryshe në momentin që vinin për surprizë fëmijët, nga ai moment e tutje. Sepse ti shikon një person tjetër, gjithmonë fëmia të ndryshon edhe perspektivën, po edhe karakterin kur je me ta dhe e bën edhe botën që të shohë një person tjetër ose një karakter, një pjesë të karakterit tjetër në krahasim me si je në përditshmëri me njerëzit e rritur. Dhe në fakt, meqense hapëm me Fermën dhe u fokusuam që në kryeterës te kjo, unë dua të qëndroj këtu. Kur ajo ftesë të erdhi ty, si e prite procesimin në tru që do thoje, okay, do e pranoj, por ama me biseda që bëre me vete në atë momentin e parë. Atëherë mua ftesa për tek Ferma ka ardhur shumë herët, relativisht në krahasim me çfarë kam dëgjuar që ka ardhur për fermerët e tjerë. Kjo sepse të gjithë e dinin që mua do më duhet një kohë pak më e gjatë për ta menduar. Në fakt, unë kam pasur ftesa dhe nga realitetet të tjera, por nuk kam pranuar, sepse ose fëmijët kanë qenë shumë të vegjël, ose kam qenë shtatzan, kanë qenë gjithmonë situata të tilla. Dhe këtë herë nuk e di pse unë ndjeva gati. Mbase sepse çunat ishin pak më të rritur, por jo aq të rritur sa e gjithë kjo eksperjenca ime t'i ndikonte atyre në përditshmëri, sepse normalisht kur janë pak më të rritur, edhe fëmijët e tjerë mund të flasin, edhe mund të ndihen pak më të lënduar, mund t'i marrin malli pak më shumë, plus që kam fatin që babai i fëmijëve të mi është shumë i përfshirë me ta, kështu që nuk ka qenë aq e vështirë biseda me ta për fëmijët apo a do jenë ata mirë apo jo, sepse e kam ditur që do të jenë mirë, po ka qenë për veten time, për mungesën që do të kisha. Në fakt nuk e kam kuptuar ndjesinë e mallit, sepse nuk kam qëndruar ndonjëherë pa fëmijët, edhe qoftë edhe një ditë pa kontaktuar, pa ditur se si janë, kështu që nuk e perceptoja dot se si do të ishte si ndjesi. Mund ta kuptoja që okay, kam ndenjur edhe 5 ditë pa ta fizikisht, por gjithmonë kam kontaktuar në telefon, por këtë herë edhe Darti tha, shiko, bëja dhurat vetes, edhe është sakrificë e madhe, po e di që është një herë në jetë, dhe tani që e kam provuar e di që është një herë në jetë. Ishte ai shtysta kryesore për ta bërë ti Po, në fillim ishte kundra, në fakt, sepse e di sa sensitive jam unë së brendshme dhe sa për zemër i marr situatat ose sa ndikohem emocionalisht, qoftë për fëmijët, por qoftë edhe për ngacmimet që mund të kishte aty. Plus që nuk e mendonte që një gocë qyteti do të ishte edhe gocë fshati në të njëjtën kohë. Do përshtatej. Kështu që e kishte më shumë tek unë se si do të impaktohesha unë kur të dilja nga aty, por kur vendosëm si përfundim që okay, do ta sfidoj veten,
se realisht është sfidë ti njeh veten, ti shikon pjesë të karakterit tënd që ti nuk ke ditur që ti mund t'i kesh. Për mua personalisht e kam parë edhe qëndrueshmërinë që un kam pasur në vazhdimsi, domethënë edhe kur kam ditur që shikoj jo të gjithë janë në rrugën tënde, kam vendosur të luftoj me mullinjtë e erës. Qoftë edhe vetëm, po. Kështu që, por fëmijët në këtë rast më kanë ndihmuar shumë sepse kanë qenë shtysa kryesore për ta çuar gjithë të rrugtim deri në fund. Ka pasur shumë momente që kam thënë dua ta lë, dhe vetëm duke menduar gjithë sakrificën që kemi bërë edhe fakti që kam munguar e gjatë tek ta, kam thënë jo Sara pse ta lësh. Ata duan lodrat e tyre në fund që ma kishin lënë porosi. Do kaloj kjo gjë, do harrohet, do jetë një kujtim i bukur, këtë ke menduar normalisht. Do jetë një sfidë, nuk mund të them një kujtim i bukur apo jo, se unë sapo e kam kaluar, por ka qenë një sfidë vërtet e madhe dhe jam krenare që e kam çuar deri në fund përpos gjithë vështirësive që mund të kem pasur, edhe mbase edhe botës kundra. Dhe në fakt 3 muaj janë konsiderueshëm. Mendoje që do qëndroje 3 muaj që në fillim pra le të themi në lidhje me fëmijët e kam ose se kam fare në lidhje me gjërat e tjera? Jo, nuk e kam menduar që do qëndroja 3 muaj. Mendoje që nuk do duroje dot? Jo, 2 javët e para kanë qenë të tmerrshme, nuk ka pasur ditë që unë nuk kam qarë, edhe bënim me radhë me mamat e tjera në tualet, futeshim qanin, dilte tjetra, fute mirë, vazhdo. Kështu që ka qenë realisht sfiduese, edhe sfiduese ka qenë unë gjithmonë i kam paragjykuar mamat që janë futur brenda në reality, edhe për fakti që nuk i përmendnin shumë fëmijë. Dhe thoja si ka mundësi që si përmendin, unë do t'i përmendja gjithkohës. Por disa të vriste të thoje vetëm emrin, domethënë Ola për shembull në ferm këndonte këngë fëmijësh, po jo me qëllime për të më prekur mua, dhe unë vetëm se dëgjoja një këngë që dëgjonte edhe Gregu, prekësha dhe filloja qaja, ajo ngelti kështu normalisht se ishte mami, nuk e kuptonte. Por edhe vetë përmendja e emrit të impaktonte, jo më detajet e tjera, kur ti filloje mendoje, filloje kërkoje muzikë që mos mendoje, mos futesh në mendimet e tua. Ka qenë shumë e vështirë dhe sfiduese. Ata erdhën për surprizë të ty? Jo, nuk erdhën. Ka ardhur vetëm Darti dhe kanë treguar një video, një vlog që kanë bërë bashkë. Që kanë bërë bashkë, dhe me thënë të drejtën, unë jam shumë e sinqertë dhe e hapur, por aty është një impakt edhe një frikë shumë e madhe se ti mos harron fytyrat e njerëzve. Dhe sidomos me fytyrat e njerëzve të dashur, që ti patjetër jeton për ta, dhe kam qenë gjatë gjithë se s'lejoj as foto, as ndonjë detaj të vogël që ti mund t'i kujtosh, dhe kam qenë gjatë gjithë kohës mbyllja sytë dhe vetëm i mendoja që të më kujtoheshin fytyra, dhe kur ma dërguan atë videon, ma treguan domethënë në Prime, e kam thënë Arbanës faleminderit që ma tregove sepse kisha shumë frikë mos kisha harruar fytyra. Shumë. Tani mos më bëj të prek. Erdi, është moment i vështirë në fakt për një mami. Po, ka qenë shumë vështirë. Ajo që ti e ke bërë si kërkesë që ata mos vinin aty apo jo? Po, e kam bërë si kërkesë që mos vinin sepse e dija që nuk do lija dot. Nuk do ktheheshe dot pas. Jo. Domethënë nuk do t'i lija dot për të ndenjur në fermë, as nuk diskutoj. Unë edhe kur erdhi Darti, dhe isha kështu në më dyshe se çfarë do bëja, po të vinin fëmijët patjetër. Në fakt është pak ndryshe, sepse ti kur mësohesh, njerëzit ndoshta nuk e kuptojnë. Kur ti je në një vend dhe mësohesh pa të aty, fillon le të themi një jetë aty, qoftë edhe për 3 muaj, qoftë edhe për 1 muaj, dhe nuk i ke fëmijët afër, sepse nuk i ke parë asnjëherë të pozicionuar në atë situatë. Kupton, edhe ti nuk ke se si t'i kujtosh, po sikur t'ishte këtu, e kam parë këtu, e kam parë atje, pra ty të fshihet edhe përpiqesh që t'i largosh nga mendja, por në momentin që ato vinë aty, unë besoj që bëhet e tmerrshme. Bëhet e tmerrshme. Unë nuk e di se si kanë rezistuar gjithë ata fermerë që i kanë ardhur fëmijët. Kam dashur edhe unë t'i me fëmijët e tyre, jo më ata. Prandaj po, realisht është pjesa më sfiduese e gjithë reality show-t në përgjithësi kur je mami është kjo. A e gjykuar ti Sara? Nga çfarë? Je gjykuar në këtë pikë që pse zgjodhet të përfshiheshe edhe si mami? Unë e kam ditur që do gjykohem te kjo pjesë, sepse populli shqiptar në përgjithësi nuk është shumë pranues ndaj karakterit tim në përgjithësi, edhe sidomos ndaj mamave që ndonjëherë zgjedhin edhe veten. Dhe unë në ato moment kam zgjedhur veten. Patjetër që nuk e kam bërë zgjedhjen vetëm, sepse unë nuk jetoj vetëm, por e kam ditur që më e mira e fëmijëve të mi do të ishte një mami që nuk thot pse jo, pse se bëra. Po sikur. Po sikur. Është një mami që e ka provuar edhe
sido që të ketë shkuar, nuk ka pishmane nga pas. E ke menduar gjithmonë veten mami? Edhe përpara se? Unë kam qenë gjithë jetën time një mama e lindur, mund të themi. Edhe me kushurinë e mi, gjithmonë ka qenë si shaka që ja mami për mua. Dhe unë në fakt kam ngelur shtazan shumë e vogël në krahasim me shoqet e mia, nëse mund ta them kështu, kam ngelur shtazan 24 vjeç. Dhe kam lindur Tomasin 25, kështu që ka qenë shumë herët në krahasim me çfarë kisha planifikuar unë që të për jetën tënde. Po. Por si gjithmonë mua më dalin gjërat jashtë parashikimit. Erdhi surprizë. Erdhi surprizë. Tomasi, në fakt unë kam marrë vesh për Tomasin kur kam qenë 4 muajsh. Do të çuditen të gjithë të që. Ja ta shpjegoj pse. Ka një shpjegim për çdo gjë. Unë në muajin e dytë të shtatzanis, nuk e di pse ndjeva që të bëja një test HCG-je. Dhe testi më doli negativ. Madje tezja ime është laborante dhe kur e kam bërë testin, tezja normalisht ishte e panikosur përpara. Kur e kam bërë testin, më tha, e shikon zërma tezës, ti kot shqetësohesh, nuk e kuptoj, po doli kjo negative, nuk ka shanse, më tha mua. Okej, në rregull tezë. Pastaj filloi perioda e pandemisë. Ne u izoluam, unë isha shumë e stresuar sepse nuk isha mësuar të qëndroja në shtëpi. Kështu që ginekologu im më tha që është mirë që të ndalosh kontraceptivën që unë po e pija prej kohësh. Prej shumë vite sepse vuaj nga PCOS-ja. A ishte kjo, kishte një ndikim kjo le të themi në formë se si ti nuk e kuptoje për punën e ciklit, ndikonte? Po, kontraceptiva ndikoi, ndalesa e kontraceptivës ndikoi sepse të gjitha simptomat që ginekologu më tha që do të ndodhin ishin pak a shumë të njëjtat me shtatzani. Pra vonesa e periodave, dhimbje e gjirit, pra situata që janë të njëjta. Kështu që unë nuk e vrava mendje se kisha bërë testin, kështu që vazhdova për ditëshmërinë time, deri një moment që nuk e di, kemi qenë në Palas, kemi qenë në Dërmi dhe i thash Dartë, shiko, unë mendoj që duhet marrë një test sepse është muaji 4 dhe mua nuk më kanë ardhur akoma periodat. Dhe Dartë tha, okay, shkojmë tek një farmaci aty në Palas, po ki parasysh që në Dërmi në atë periudhë që e gjetëm dhe hapur. Dhe tha, kjo është e fundit, tha që kam, po çdo njeri që e ka marrë këtu, tha, e ka pasur çun. Ndërkohë, unë isha e shokuar, po prisja të ishte në një kist, që ishte i zakonshëm me gocat me PCOS. Shkoj bëj testin, dalin 2 vizat direkt. Flak fare. I shkoj ginekologut, më kanë dalë 2 vizat, përshëndetje Sara, tha, urime je shtatzan. Gela, kështu thash. Shiko, më kanë dalë shumë shpejt, mos ka probleme testi, përshëndetje Sara, je shumë shtatzan. Kështu që nuk ishte shanse. Si e përjetove ti atë moment? Akoma nuk e besova. Unë vazhdoja të mos e besoja. Shkova tek doktoresha dhe nuk i thash doktoreshës që isha shtatzan, sepse doja ta dija. Dalë 2 vija. Po, doja të dija nga ajo, domethënë a isha vërtet shtatzan apo jo, dhe doktoresha po vazhdonte, po mendonte sikur isha, domethënë sikur e dija, se normalisht 4 muajsh, dhe vazhdoi dhe ja ku është krijuar bebi, se normalisht 4 muajsh. Ishte shokuese. Po ta ka më se nuk e dija. Jo, nuk e dija. Kështu që javën tjetër më tha mua, hajde me Virginin. Dhe më thënë nga nuk e kam ditur në çfarë shun apo gocë. Dhe thënë ishte shumë e shpejt. Kështu le të themi që shtatzania e Tomasit më ka kaluar shumë shpejt. Po si e përjetua ty atë moment? Pra që momentin që ajo tha jeni 4 muaj, çfarë mendove, çfarë të kaluan nëpër mend në ato kohë? Domethënë, qoftë ushqyerja, qoftë të kesh pirë në një gotë, qoftë edhe sforcimi. A i ke menduar të gjitha këto? Un kam menduar më shumë për pijet energjike, sepse ti pi energjike? Ke qef? Pija. Vazhdoj të pi. Është një nga mëkatet e mia, se për alkool nuk është se kam pirë, nuk kam qenë ndonjëherë kështu e apasionuar pas alkoolit, nuk e kisha problem, po te pijet energjike e kam tempruar, sidomos në periudhën e pandemisë, që s'kishim çfarë bënim. Dhe kam pasur gjatë gjithë kohës mendjen tek ajo gjë. Por bëra testin e NIPT-it që të kontrolloja gjitha problematikat që mund të ndodhin ose jo.
Dhe patjetër që Tomasi gëzonte shëndet të plot, në asnjë moment nuk e ka menduar që ta ndaloja shtatzanin, në asnjë moment, dhe pse nuk ishte momenti, dhe pse ishte periudhë shumë sfiduese sepse ishte pandemia, ne nuk e dinim se çfarë do të ndodhte nesërmen. Unë sapo kisha hapur biznesin tim, 2 muaj kishte dhe çdo kur Simioni ishte futur aty. Si influencere që unë punoja edhe në atë periudhë, ne nuk e dinim se çfarë do të ndodhte, se asnjë biznes patjetër nuk do bashkëpunonte në një periudhë të merri siç ishte pandemia. Kështu që ka qenë një periudhë plot të papritura dhe pa siguri, po e vetmja gjë që ka qenë e sigurt për ne ka qenë që Tomasi do të ishte bebi jon i parë dhe nuk e diskutonim në asnjë moment. Ka qenë shtatzani e thjesht pas muajit të 4? Ka qenë relativisht e thjesht, ka qenë pak me presion, sepse duke qenë se e kam marrë vesh vonë dhe e kam ndarë në rrjetet sociale relativisht vonë, unë nuk kam pasur ndonjëherë një bark shtatzanie. Sepse edhe kam qenë e mbushur, nuk kam qenë e dobët dhe nuk kam pasur atë barkun rumbullak që zakonisht gratë e kanë. Kështu që jam bullizuar shumë për këtë pjesë, jo për kilet, por sepse nuk dilte barku dhe unë për shembull mund të prekja barkun siç janë tani dhe thonin ku është barku dhe ishte një presion i papar për të treguar një gjë që nuk është. Dhe madje kishte edhe teori të tjera që nuk je vërtet shtatzan, po e bën këtë për klikime, domethënë situata nga më të ndryshme që tani që kam kaluar shumë e kuptoj që ishte thjesht ëmbëlsira. Përveç kësaj, nuk kam pasur probleme të mëdha me Tomasin, ka qenë shtatzani e lehtë. Kam pasur një situatë caktuar kur bëra ekon morfologjike. Normalisht bebi parë, unë duke marrë çdo informacion të mundshëm, qoftë për ushqimin, imagjinon, unë akoma shtatzan, merja informacione si të ta ushqeja, po çdo gjë, dhe bëra ekon morfologjike dhe më tha doktori në atë 5 minutën që bëm shpejt e shpejt takimin, që duhet zjaste shumë, por aq ishte koha se normalisht Covid, por jo vetëm Covid, sepse donin patjetër që të ndryshoheshin mama, të bëj tjetra etj. Kishin nxehtësim. Kishin radhë. Dhe më tha që bebi e ka kokën e vogël. Normalisht i thuash një mami këtë fjali, një gruaja shtatzan, është e tmeshme, unë kam bërë mbi 5-6 takime të tjera për të zbuluar nëse është e vërtetë dhe asnjëra nuk më tha të tillën, do të thënë të njëjtën gjë. Shkova përsëri tek ai mjek dhe më tha që shiko si është rregulluar tani sepse ke pirë këtë ilaç, ndërkohë se unë se kisha pirë kurr. Por i gjithë paniku. Çfarë ilaç, Po. I gjithë paniku e kam kuptuar aty sa, domethënë, mbase baballarët ose gratë që nuk janë shtatzan nuk e kuptojnë sa shumë përgjegjësi ndjen një grua shtatzan që mbart brenda vetes një fëmijë, sa gjëra duhet të mos t'i bëj, duhet të mos unë mendoja ndonjëherë nuk duhet marrë as frymë, sidomos në periudhën e pandemisë, që ti je përgjegjëse për çdo veprim që ti bën, jo vetëm për veten tënde, që patjetër që ti je gjatë gjithë jetës, po je edhe për një qenie tjetër që çdo detaj i vogël që ndodh, edhe qoftë edhe një krizë e vogël që mund të ndodhi në bark, ti mendon që është faji jot. Kështu që po si për ironi, pas Tomasit pata shtatzenin më të tmerrshme. Pastaj, po. Por gjithsesi lindja ishte suksesshme. Si e kishte planifikuar, çfarë ndodhi? Edhe këtu dolëm jashtë parashikimeve, u kisha parashikuar një lindje natyrale, kisha bler edhe kitet, çfarë duheshin, isha totalisht e përgatitur. Tomasi ishte mbrapsh dhe një ditë të bukur më plasën ujërat. Kështu që nuk kishim zgjidhje tjetër, shkuam menjëherë në spital, madje Darti ka qenë aq panikosur sa filloi të hekuroste rrobat. Thash Dart, ku mendon që po shkon? Jo, po ti kemi bishamet e hekuroser, po hajde. Më plasën ujërat. Po ai kishte nga stresi se s'dinte se çfarë bënte. Bëm lindjen cesariane, nuk kam pasur frikë dhe njerëzit çuditen sepse unë i kam shumë frikë dhimbjet në përgjithësi, por nuk kam pasur frikë se i thoja edhe tjerëve, shiko, unë nuk kam një zgjidhje tjetër. Po, jam në duart sigurt, kështu që po, patjetër. Kemi një zgjidhje tjetër. Nuk është një operacion qefi që e bën ose se bën. Kështu që kam qenë e qetë. Ato ditë në spital ishin mirë, momentin kur dëgjove çfarën e parë. Ka qenë një emocion shumë i madh çfarë e parë, por nuk dua ta zbukuroj më shumë se ç'duhet, sepse mua ma ka zbukuruar shumë dhe jam zhgënjyer shumë, jam ndier një mama shumë e keqe dhe pa ndjenja. Por të ta them kështu troç,
mamat nuk e duan bebin që në momentin që del. Nuk kanë atë lidhjen tipike që të gjitha gratë duan ta romantizojnë edhe ta kthejnë si momentin më të bukur të jetës së tyre. Patjetër që ai është momenti më i bukur i jetës tënde, por ti e kupton më vonë, nuk e kupton në atë moment. Ti je shumë e fokusuar te dhimbjet që ti ke, si do që të lindesh, dhe je e fokusuar që këtë qenie njerëzore që sapo e lindja po e kisha te barku, do të thënë ndodha aq shpejt, ta mbaj gjallë, sepse është përgjegjësia imja që të jetë i shëndetshëm. Dhe unë mbaj mend që gjithë kohës kam qenë e panikosur kur e merrnin Thomasin që ta ndronin ose që ta pastronin, thoya dartë shko dhe ti me ta, se kisha shumë frikë se çfarë mund të ndodhte. Do të thënë, mbase unë jam shumë kontrolluese sidomos për fëmijët, edhe nuk e kam lejuar veten ta përjetoj atë moment. Ndryshe, po edhe me shoqet e mia që mama që kanë thënë po të njëjtën gjë, ka shumë mama që thon po të njëjtën gjë. Në momentin që ti fillon edhe ke connection me fëmijën, lidhje me fëmijën, është fiks momenti kur ai fillon të shikon, kur të buzëqesh, kur dëgjon zërin tënd dhe ngre kokën, ai është momenti që fillon vërtet ta ndjesh se çfarë është dashuria për fëmijën. Nuk mendoj se është që në momentin që lind, më shumë përgjegjësi se sa dashuri. E drejtë, e vërtet. Ndetë shumë në spital apo? Jo, 3 ditët tipike, pastaj shkuam në shtëpi, patëm probleme me qumshtin si gjithmonë. Kishit probleme? Po, kishim probleme sepse unë që në fillim nuk kisha shumë qumësht, edhe në spital, pastaj edhe ky presioni, jo duhet kesh, jo pse s'ke, jo të gjithë nënat kanë, pse s'ke ti, pastaj dëgjoj edhe këto teoritë e mamit tim, jo pi qumësht, që të kesh qumësht, jo ma nuk funksionon kështu. E vërtet, po. Dhe me të pik të hak të, dhe u fokusova aq shumë sa pastaj po i thoja edhe vetes time, shiko, e rëndësishme është fëmia të jetë i shëndetshëm, se ke qumështi, u të kthye në stres pra gjithënia. Po, se edhe ishte fëmia parë dhe presioni i familjes, ishin gjithë aty duke parë se si do ndodhte e gjitha, plus që edhe në pandemi ne nuk na lejoi që të dilnim, të bënim xhiro, që të qetësoheshim, të hiqnim stresin, kemi qenë gjatë gjithë kohës të mbyllura në shtëpi. Madje edhe një herë mbaj mend që bëra një xhiro, bë nami që si del kjo me fëmijën në këtë periudhë. Por që s'kishe zgjidhje tjetër se ti doje të çlirohesh, bënim xhiro te balkoni, imagjino. Emocionalisht ajo ndikon edhe në gjithënie normalisht, edhe. Kështu që vendosa që sa qumësht kem ta jap dhe pjesën tjetër patjetër do ta plotësosh me formulë, sepse është egoizëm i madh që ti të mendosh për veten tënde, a jam e suksesshme në gjithënia apo jo, dhe të mos mendosh për fëmijën tënd dhe ta ushqesh që të rritet edhe të rritet i shëndetshëm. Edhe kjo në fakt është një gjë që ne vijon edhe pjesa e gjykimit, sa akoma nuk e kuptojnë që edhe unë tua dalë te e vërteta ime nuk është e vërteta jote. Eksperienca ime nuk mund të jetë eksperienca jote, për këtë jemi këtu që të ndajmë eksperiencën individuale, personale, sepse për ndryshe nuk do e bënin fare këtë bisedë dhe secila të kishte të veten dhe s'kishim pse kërkonin fare. Po s'kishim pse kërkonin fare nëpër internet si ka ndodhur njërës apo tjetër, sepse në fund fare me manualin me vete dhe ja ku e zgjidhim të gjithë. Por nuk është kështu në fakt mësia, nuk është kështu. Jo, është më e vështirë se sa aq, nuk ka një manual. Më beso, unë kam kërkuar shumë atë manualin dhe në YouTube, edhe në rrjetet sociale, edhe në aplikacione, për ta ditur se si ta bëj mirë. Ka shumë momente që unë them pse reagova kështu ose pse e bëra kështu, por nuk ka asnjëherë një fiks, nuk ka asnjë gjë fikse as nga njëri fëmijë në tjetrën para punës. Për shembull, Tomasi dhe Gregu janë totalisht të ndryshëm, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Edhe në mënyrën se si ne kemi zgjedhur të edukojmë, patjetër që bazat janë të njëjta, se ne këto jemi, nuk do ndryshojmë. Por patjetër qasjet kanë qenë të ndryshme sepse janë karaktere të ndryshme. Qartë, kanë qenë të vështira netët me gjumin apo jo? Kanë qenë një sfidë, sepse unë me të dy çunat kam vendosur që të jem shumë strikte me gjumin. I kam vendosur të dy çunat në orën 7 të pasdites, le të themi, në gjumë, qoftë verë, qoftë dimër, dhe zgjoheshin në orën 7. Dhe ka qenë kështu kusht nga të dy ne, që të ndodhte kështu edhe në ditët më të vështira që mund të kemi qenë me pushime, u mbyllesha në dhomë dhe vija në gjumë që të fokusoheshim te kjo orari, sepse pastaj e shihnim rezultatin që nuk ishte i grindur, donte të luante, zgjohej mirë, plus që
Shiko, e di që mund duket egoiste, po edhe prindrit kanë nevojë për momentin e tyre. Nuk mund të jenë gjatë gjithë kohës me fëmijët në nuk do jenë të mirë, nuk do jenë pozitiv. Sepse edhe nuk i japin vëmendjen e dur. Unë kam zgjedhur që edhe sikur 4 orë të jem me fëmijët e mi, ato 4 orë të jem me ta. Jo të jem në celular, jo ata të jenë duke parë YouTube, jo ata të jenë duke parë një film, po të jemi bashkë duke kaluar kohë. Dhe mendoj që kjo është më e rëndësishme se sa ta lë deri në orën 12 natës, që është me ne, unë ndihem mirë që unë kam qenë me ta, po kemi qenë vetëm fizikisht dhe jo mëndërisht. E vërtet, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Sa kohë përpara se të vinte bebi e dytë? Tomasi ishte 1 vjeç, kur ne morëm, jo 1 vjeç, diçka pak më e madh, 1 vjeç e gjysmë. 1 vjeç e gjysmë. Kur ne morëm vesh isha shtatzan me Gregun. Në fakt e mora vesh shumë shpejt, se tani ja mora dorën. Simptomat e muajshe direkt tash dalet jam shtatzan, jo bëj testin, nuk ka nevojë. E di tani si është. As për Gregun nuk e menduam 2 herë, patjetër, do të thënë unë por ishte surprizë te Gregu thua? Ishte surprizë. Pra nuk ishte përgatitur akoma, doje më shumë kohë. Tani, shiko, unë kam kuptuar dhe prandaj nuk pi më kontraceptiv. Nuk kam kuptuar që problemi im në jetë ka qenë kjo. Sepse unë kam qenë me Covid dhe doktoresha nuk më kishte thënë që kur të pish antibiotikun kontraceptivi nuk funksionon më. Qartë. Dhe Shumë ndodhi. Direkt. Ndodhi direkt dhe ginekologja ime akoma surprizoi se si unë jam një njeri me PCOS dhe kam bërë 2 shtatzani të shpejta njëra pas tjetrës. Dhe në fakt kjo meqense e ripërmende PCOS-on, e cila ka ndryshuar emrin së fundit PMOS-a. Ti kur e zbulove që unë e kam zbuluar shumë e vogël, e kam zbuluar që 17 vjeçe që kam PCOS. Kam pasur një situatë shumë të tmerrshme 17 vjeçe, kam pasur kistin e Bartolinit. Është një ndër kistet më të rënda dhe më është dashur që ta operoj, madje më është dashur që ta operoj në Itali ku kam qenë me pushime pa anestezi dhe doktoresha që ishte atje tha konsiderohet njësoj si dhimbjet e lindjes. Kështu që unë kur isha shtatzan isha kështu, po unë i kam provuar. Ishe përgatitur për të. Dhe atëherë duke qenë se ishte një ndër kistet më të rënda, ginekologu më sugjeroi që të nisnim kontraceptivën për të balancuar hormonet. Qartë. Tani edhe unë nuk është se kam qenë gjithmonë njeriu më i kujdesshëm në planet dhe nuk se jam rikthyer disa herë që të kontrolloja, duhet të vazhdoj ta pija. Thjesht mu bë rutinë, mu bë e përditshme dhe kam vazhduar deri kur kam qenë 26 vjeç, 27 vjeç. E ke marrë informacione, le të themi, rreth PCOS-së aso kohë? Jo, thjesht ma ka shpjeguar ginekologu çfarë është dhe konkretisht unë kam zbuluar çfarë është PCOS-ja kur kam qenë në Itali dhe kur kam bërë operacionin. Aty ku doktori normalisht bëri dhe analiza të tjera, bëri dhe kontrolle dhe më tha që ti vua nga PCOS-ja. Se kam kuptuar se çfarë është, sepse ka qenë shumë vite përpara dhe nuk ka qenë ky ndërgjegjësim për PCOS-ën siç është tani. Por një gjë që ma kishin bërë shumë të qartë dhe të sigurt është që shëndetin nuk e kisha nga ushqimet që mund të merja ose nga mungesa aktivitetit, por e kisha nga fryerja hormonale, sepse kishte momente që isha shumë e dobët dhe kisha momente që fryesha shumë. Vera nuk mund të ishte më e bukur se kaq, sepse Kids Around në ring ka bërë 50% ulje për koleksionin e Verës, kështu që vraponi për të marrë veshjet më të bukura ndonjëherë dhe më të rehatshme dhe për më tepër brende fantastike si Karl Lagerfeld, Kenzo, DKNY, shumë të tjera ekskluzivitete që janë vetëm në Kids Around. Po një element që shpesh flitet tjepër më dhe pak më përpara për të mbetur shtatzën, vështirësi për të mbetur shtatzën kur ti ke këtë diagnozë. E kishe njohur me këtë përpara? Po, dhe në fakt kjo gjë ka qenë një ndër shqetësimet e mia për mëmësinë në vitet në vijim. E kemi diskutuar dhe shumë herë me Darti, se unë me Darti kam shumë vite, tani janë bërë 11 vite, kështu që patjetër që ka qenë pjesë e diskutimeve tona edhe kur kemi qenë më të vegjël për shtatzanin edhe për problematikën që unë kisha. Dhe në fakt kjo më jepte edhe një lloj qetësie, le të themi, në atë periudhën që patjetër që kisha plane të tjera përveç se të qenurit mami për të mirën e fëmijëve dhe timen sigurisht. Të shtrojë rrugën kur i thonë. Por rruga nuk ushtrua. Nuk ushtrua, po nuk të pritit ty të derisa të shtroja. Dhe ka qenë një ndër rastet e rralla. Më kanë thënë që është një ndër rastet e rralla që unë
ka mbetur shtatzan edhe me këtë problematik që e kam pasur prej vitesh. A të ka ndryshuar kjo gjë për mirë pasi ke mbetur shtatzan apo jo? Jo, vazhdo ta kem njësoj. Madje para disa muajsh pak para se të futesha në ferm pata një problem të tillë, kështu që nuk është se ka ndaluar në ndonjë moment. Madje edhe kur kam qenë shtatzan kam pasur një kistë që duhet ta hiqja dhe më pas kur linda plasi bashkë me lindjen, kështu që A vazhdon merr akoma kontraceptiv? Jo, nuk marr më, sepse po më ndikonte shumë keq edhe në gjendjen time emocionale, por edhe në këto fryrjet, edhe në emocione, edhe për shtatzanit patjetër, sepse nuk është mirë që të refuzosh të shtatzani ose të thuash që nuk dua më, por patjetër që jetojmë në 2026 dhe duhet jemi pak realist me kohën që kemi për të kushtuar fëmijëve dhe anën financiare që kemi për ta. Patjetër. Dhe kur erdhi ky lajm i bebit të dytë, si e morët pastaj? E morët më qetë apo prap me Që kur morëm lajmin e Tomasit, ne dinim që Tomasi nuk do ta linim vetëm. Dhe patjetër që nëse erdhi aq shpejt, ishte i mirëpritur, nuk e diskutuam në asnjë moment. Ishte pak më chill e gjitha, ishim pak më të qetë, më relaksuar, plus që unë sapo e kisha kaluar vitin e parë të Tomasit dhe më kapte ndonjëherë paniku që do ishin 2 fëmijë aq afër në moshë, por nga ana tjetër thoja, okay, më mirë sepse tani kam shumë të freskëta dhe mund të funksionoj më mirë. Gjithsesi, pajumësia ishte problemi kryesor që unë mendoja, se nuk do mbaronte kurrë. Si shtatzani ka qenë shumë në rregull edhe nuk kam pasur probleme deri në muajin e 7. Në muajin e 7 unë kam qenë e shtrirë në krevat dhe vetëm kur shikoj që më plasin ujërat. Unë nuk e kuptova nëse do të ishin ujërat ose diçka tjetër dhe ja dërgoj Dartit me mesazh. Darti ka qenë duke dhënë provime sepse është pedagog. Dhe i thash, shikon, nuk di si të ta them se e di që në provim, po situata është e tillë dhe ja dërgoj me foto se nuk dija çfarë t'i thoja. Marr direkt taksin, shkoj sepse ai duhet mbaronte patjetër punën që kishte, shkoj në spital dhe mbaj mend që ka qenë darkë sepse në universitet ka edhe provime në darkë. Një problem tjetër. Dhe doktoresha më kontrollonte pa që ishin ujërat. Dhe unë më thënë, okay, thash, do rri 2 ditë, do shqetësohem dhe do dalë. Dhe më tha, jo, ti nuk do dalësh më nga këtu. Për 2 javë, 2 muaj, 3 muaj, derisa ky do jetë vend yt. Dhe aty më kapi një panik. Jo për faktin që u zdoja të qëndroja që bebit ishte mirë, patjetër, por sepse më duk sikur u mbyta dhe ishte muaji 7 dhe unë kisha planifikuar gjithë të situatën për 2-3 muaj më vonë. Doli jashtë parashikimeve totalisht. Unë kam kaluar 2 javë. Ke qëndruar në spital 2 javë? Po, kam qëndruar në spital 2 javë me dhimbje lindje, me kontraksione të përditshme. Darti kontrollonte çdo 2 orë, 3 orë, sepse nuk duhet të krijoheshin më të shpeshta. A ishin vërtet ujëra ato që kishin? Ishin vërtet ujëra, po, por ndalonin, vazhdonin dhe normalisht doktoresha sugjeroi që unë të qëndroja sa më gjatë në mënyrë që bebi të zhvillohej sa më shumë sepse ishte fundi i muajit 7, nuk ishte fillimi që do të ishte pak më e thjeshtë sipas doktoreshës, sepse do t'i kishte të dyja mushkrit e pazhvilluara dhe mund të zhvilloheshin njëkohësisht. Ndërkohë që njëra mushkri ishte e zhvilluar dhe tjetra nuk ishte dhe prandaj edhe ishte kjo problematika që qëndronte sa më gjatë. Kam qenë 2 javë me temperaturë, me magnez që të më qetësonte dhimbjet. Zëre se s'kam qenë fare aty, zgjohesha, më duke sikur isha në ëndër. Mbaj mend sepse problemi ishte që as doktoresha ime nuk ishte. Ishte në Amerikë, që kishte planet e veta, se normalisht nuk e priste që unë të lindja. Të lindja në 7. Muajin e 7. Filloja pastaj dyshoja te vetja ime, thoja mos jam munduar më shumë se ç'duhet, është faji im që jemi këtu. Pastaj një nga infermierët mbaj mend mamit ose infermierë, nuk e mbaj mend çfarë ishte, mbaj mend që më ka thënë shiko se do vi momenti që ti mbase do pyetesh a do bebin apo a do veten. Dhe ka qenë një ndër fjalit më të tmerrshme se aty ti e kupton sa pak egoiste që është një mami që edhe
për një qenie njerëzore që nuk e ka lindur akoma, nuk e ka takuar akoma, unë kam thënë patjetër që bebi, nuk e kam dyshuar, edhe pse normalisht në shtëpi unë kisha Thomasin, por nuk e mendon në ato momente, ti je aq e preku për gjithë situatën dhe aq vulnerabël sa isha gjatë gjithë kohës bëni ç'të doni vetëm tjetë çdo gjë okay. Vetëm tjetë mirë edhe tjetë zhënë. Po Thomasin aso kohë e ke takuar gjatë atyre 2 javëve? E kam takuar disa herë, ka ardhur. Thomasi normalisht ka qenë i vogël, nuk ka kuptuar shumë, por mbaj mend që nuk donte të më shite sepse kisha normalisht vigonët edhe qetësuese plus që edhe ato të kontraksioneve dhe e kishte shumë të vështirë të më shikonte në atë gjendje. Derisa filloi të mësoj edhe ne i bënim, mendoj që një trik i mirë është edhe dhënia e një dhurate që fëmia e ka qef, sikur ja ka dhënë vllai ose motra, sepse bën për vete, jo për të treguar materializëm, por për të treguar për kujdesje, se nuk kanë qenë gjëra të shtrenjta, ashtu janë fëmijët, ashtu janë, po. Dhe edhe ati për shembull i bënte përshtypje si e di vllai që është e barku që mua më pëlqen pikërisht kjo gjë. Drejt, po. Kështu që ka qenë periudhë e vështirë, derisa Gregu, më saktë doktoresha tha do ta lindim sot. Okej, erdhi doktoresha jote? Po, erdhi. Në ditën që ka ardhur doktoresha ime, në atë ditë kam lindur. Ka qenë diel, e mbaj mend. Nuk, do të thënë, kam qenë në panik dhe mbaj mend që luftoja me ilaçin, do të thënë luftoja me anestezin, doja t'i mbaja syt hapur, ndërkohë ata jepnin më shumë sepse unë kisha këtë efektin që më vinte si për të vjell. Nga stresi normalisht dhe nga ankthi, por mbaj mend që fjalia e vetme që kam thënë është nëse Darti nuk futet në sallë lindje me mua, unë nuk lind, sepse gjatë gjithë kohës kam pasur frikën time ose të djalit dhe që t'ishte dikush i afërt aty brenda që ta dinte çka ka ndodhur vërtet, nëse larg qoftë do të ndodhte, po isha shumë e merakosur për të dy ne. Po të parë kishe Dartin në E kisha, po ishte për qefin e tij, do të thënë ishte me muzikë në sfond, ishte totalisht ndryshe si lindje, po. Lindi Gregu, filloi të qante. Doktoresha tha që ujërat ishin totalisht infektuara, kështu që bëm mirë në atë moment që e lindëm Gregun. Dhe kur lindi Gregu mbaj mend që unë nuk gëzova që po qante, ndërkohë që doktoresha ishte kështu, jo, mos qaj më, sepse nuk duhet që të qante se lodhte organet, po. Dhe mbaj mend, domethënë nga ai moment edhe deri sot, fjalia që unë kam më jep një ndjesi shumë të keqe, është stabil, sepse kam dëgjuar për 1 muaj të tërin fjalin është stabil. Dhe edhe kur kërkonim të dinim pak më shumë, nuk mund të themi asgjë tjetër përveç se është stabil, sepse patjetër unë tani i kuptoj, ata nuk donin të riskonin, por për mua si prindë dhe për Dartin ka qenë fjali e tmerrshme të dëgjosh vetëm ndryshim. S'kishte asnjë ndryshim. Por qëndroi në inkubator për 1 muaj? Po, qëndroi në inkubator për 1 muaj, unë nuk e takoja dot, nuk e prekja dot. Kam dalë nga spitali, më duket se 1 javë ose diçka e tillë pasi linda Gregun, sepse po më thonin gjithë që është e kot që po qëndron, se është njësoj si të qëndrosh në shtëpi me djalin tjetër edhe të rish këtu. Kam pas shkuar 3-4 herë në ditë që të çoja qumshtin, se shtrydhja e çoja atje, edhe kështu duke u zvarritur pothuajse, se normalisht me operacion është e vështirë që të ecësh. Kam takuar shumë mama atje që kanë pasur të njëjtin problem, edhe ka qenë edhe ngushëlluese nga ana tjetër që ka edhe njerëz tjerë që po e përjetojnë, se në rrjetet sociale nuk flitet shumë për këtë gjë. Dhe mbaj mend që ka qenë shumë e vështirë fakti që nuk e prekja dot, që nuk kisha dot kontakt. Dhe kur më than pas disa javësh që shikoj, mund ta marrësh në gjik, ka qenë momenti më i bukur. Dhe aq i vogël, akoma kur i shikoj fotot them si kam pasur guximin për ta marrë. Që ta marr dhe të jap qumë, është aq i vogël sa ishte dhe me dëshirën mos të afroje njëri fare. Nuk do, u bëre shumë protektive ndaj Gregut. Bëra shumë protektive sepse edhe ndjeja një lloj faj për gjithë gjën që i kishte ndodhur, sepse ai ishte një qenie e pafajshme, ishi futur në inkubator dhe unë si mami duhet ta mbroja dhe që në lindje, po patjetër edhe në ato momente. Edhe pastaj kur vajtet në shtëpi, ajo ka qenë ditë kur vajtëm në shtëpi, mbaj mend që takimi i parë që ka qenë me Thomasin, edhe që ja prezantuam Thomasit,
i tham që ky është vllai që të ka sjellë dhuratë, të kujtohet. Fatmirësisht Tomasi nuk ka ndjer kur një ndjesi xhelozie për Gregun. Ja kemi ushqyer shumë që vllai është mirë që kemi vllajin, sepse ti dhe vllai mund të luani dhe mund të mësoni nga njëri tjetri, dhe nuk i kemi bërë kur këto veprimet që se është xheloz, sepse njerëzit mendojnë sikur fëmijët nuk kuptojnë apo nuk dëgjojnë, po kuptojnë shumë mirë. Nuk e keni thënë asnjë moment. Pipës. Po, asnjëherë nuk e kemi bërë. Një javë kemi pasur Gregun një javë, më duket diçka e tillë në shtëpi, dhe fillova të ndjeja një frymarrje pak të rëndë te Gregu. Thash Dartin, diçka nuk shkon sepse po merr frym shumë rënd dhe po kollite gjatë gjithë kohës po nxirrte edhe qumshtin, dhe ishte me hund. Okay. Shkuam tek spitali dhe doktoresha që ishte roje tha mos u shqetësoni, është normale sepse ka pasur tubat edhe do t'i duhet pak kohë sa të marrë veten. Okej, tham, ditën tjetër ju bësh shumë më keq. Thash, kjo nuk është normale, kështu që duhet jemi në spital sepse situata nuk është okay. Shkojmë në spital dhe kisha Gregun, po të thash, nuk lejoja asnjëri që ta prekte. Kisha Gregun tek dora dhe më thot një nga mamit që ma jep djalin ta pastrojmë, ta masim, ta peshojmë edhe do ta sjell prap. Në rregull, thash dhe ja dash. Në atë moment doktoresha tha shiko, do ta fusim djalin në inkubator përsëri sepse ka RSV, që është si tip bronkopneumonie, por pak më e rëndë dhe për fëmijët që janë 9-6 muajsh mund të shkojë deri në situata shumë të tmerrshme. Patjetër Gregu kishte një nga mushkrit jo të zhvilluara, kështu që kjo e bënte situatën edhe më të rëndë për të. Por fakti që ma morën ashtu dhe unë nuk pata mundësi ta përshafoj edhe që të qëndroja me të, ka qenë shkatruese dhe kam qenë duke dalë nga korridori dhe mbaj mend që kemi takuar një doktoresh, Darti po i shpjegonte situatën, dhe në atë moment fjalia e saj ishte, po mirë, nuk kujdesesh që do të pak më mirë, dhe mbaj mend që kam rënë në tokë duke qarë, vetëm nga ajo fjali edhe nga një fjali që unë e mendoja me veten time, që si më ndodhi kështu, po nuk kisha nevojë ta dëgjoja nga një... Se nëna fajson veten, po. Nga një person që e ka ditur që unë gjatë gjithë asaj periudhe kam fajsuar veten time gjatë gjithë kohës. Se nuk dua të prekem. Ka shumë pakujdesi në mënyrën se si shprehen mjekët. Unë as shpesh me mamat këtu. Unë kuptoj që ndoshta ajo është bërë kështu si rutinë, po këtu kemi të bëjmë me mamat, të cilat duan bebin më shumë se veten e tyre dhe do bënin gjithçka për ta kthyer përmbys botën vetëm që ato të jenë mirë. Nuk mendoj se është çështje pakujdesie, sa është çështje mbi ngarkesa. Mendoj që janë shumë të ngarkuara edhe marrin shumë përsipër, mbase nuk duhet kishin marrë aq shumë përsipër, dhe për një mami mund të jetë edhe një herë në jetë ajo situatë. Mund të kenë fatin ta përjetojnë vetëm një herë, dhe që ti të kesh këtë lloj komunikimi me një grua që mbase ka dashur me vite të tëra që të jetë shtatzan, dhe ky është momenti, për mua është e tepërt edhe patjetër që ka të bëjë me pakujdesim, po edhe me ngarkesën që ato duan të marrin. Se ç'duhet. Dhe sa shkoi, sa qëndroi? Deri 2 javë, 3 javë të tjera aty. Dhe më pas... E keni qenë në spital privat, me sa kujtoj. Ky ka qenë një problem tjetër, sepse patjetër nga ana financiare ka qenë shkatruese. Ne kemi qenë gjithmonë dy të rinj që kemi dashur t'ja dalim vet, edhe me biznesin e përfshirë, edhe me gjithë këtë situatën e fëmijëve, e Gregut në këtë rast, patjetër që ja ka vlerëtur 100% çdo qindark që ne kemi dhënë, po ka qenë shumë e vështirë, nuk ka qenë e lehtë edhe financiarisht. Patjetër që ka njerëz që mund të thonë pse nuk e çuat në shtet, por unë linda në privat. Dhe patjetër që ata t'japin një letër dhe ti mund të firmosësh për të marrë ti përgjegjësi nëse diçka ndodh nga spitali në spitalin shtetëror. Nuk besoj se e di, dhe ai moment është shumë i vështirë. Ka shumë prindër që e marrin përsipër, dhe ne zgjodhëm që çdo qindark të mundshme që kishim kursyer ta kalonim tek Gregu, dhe patjetër që do ta bënim 500 herë të tjera nëse do të ishte. Dhe pastaj kthimi në shtëpi, pastaj e u shërua, ka qenë më... Unë akoma vazhdoj të kem fobi spitalet. Madje kur kam shkuar në spital tani në ferm. Dhe që ishë në ferm, po. Ka qenë një ndër ditët më të tmerrshme, edhe ja kam thënë edhe bodyguardit që më shoqëroi,
Thash që je ti, se për mua është e tmerrshme kjo gjëja. I kam fobi dhe për vete, jo vetëm për Gregun, po për fëmijët sidomos, domethënë e kam shumë problem dhe mundohet darti që të shkoj tek kur kanë konsultat, sepse e kam shumë problem. Akoma nuk e kam kaluar. A ishte kjo sfida e fundit që patët me shëndetin me fëmijët apo? Fatmirësisht po, kjo ka qenë sfida e fundit. Gregu tani është super i shëndetshëm, më aktiv se ç'mund ta imagjinosh. Domethënë është ishte luftarak ekstrem, i madh. Po, siç ishte në lindje, ashtu vazhdon të jetë. Ashtu vazhdon. Një çun luftarak edhe shumë i qeshur dhe shumë i dashur. Ne të dy çunat i kemi çuar në kopër shumë herët, i kemi çuar që 8 muajsh. Dhe mendoj që edhe kjo ka ndikuar shumë në socializimin e tyre me fëmijët e tjerë, po edhe me të rriturit. Patjetër edhe mënyra se si ne i rrisim në shtëpi, sepse unë nuk jam nga këta prindërit që mendoj që kopshti ka pjesën më të madhe të edukimit dhe ne do ta marrim në shtëpi dhe tani 2-3 orë kemi për të kaluar. Kështu që patjetër që është edhe punë e madhe që ne kemi bërë, por fakti që kanë shkuar aq herët, unë mendoj që i ka bërë mirë dhe i ka forcuar goxha. Edhe nga ana e imunitetit, besoj i ka forcuar shumë. Po pse zgjodhet aq herët, Sar? Sepse unë mendoj që sa më herët, normalisht në këtë periudhë, 8 muajsh, 9 muajsh, 1 vjeç, sa më herët që ti çosh fëmijët, aq më mirë është për ta. Ne kemi pasur mundësinë që të kishim edhe një dado, nuk e kishim problemin me kë do të qëndroj djali, por donim më të mirën për të, e para njëherë në mënyrën se si ai do të qasej me fëmijët e tjerë. Nuk jemi më në vitet e prindërve të mi edhe të mia që mund të luajnë te lagja pa asnjë problem. Fatkeqësisht nuk i kemi më këto kushte, edhe jemi të detyruar që këtë moment socializimi ta kalojmë tek kopshti. Plus që unë besoj shumë në strukturën edhe formimin që fëmia merr që në vitin e parë. Besoj që fëmijët deri në 3 vjeç marrin formimin të përgjithshëm dhe më pas thjesht ushqehen me detajet që ne duam që t'i japim edhe me formimin që duam që t'i japim për shkollimin, por 3 vitet e para janë esenciale dhe unë kam dashur që në fillim që ata të përballen me fëmijë të tjerë, me kultura të tjera, me atë rutinën që unë nuk ja jepja dot patjetër në shtëpi sepse kisha edhe punën edhe çdo gjë tjetër. Nuk do doja që të ishin 2 fëmijë të llastuar që ishin mësuar që t'i plotësoheshin çdo gjë nga gjysha dhe gjyshi. Edhe kaq. Kjo ka qenë, por me ushqyerjen, ku ja ke nisur 6 muajsh? Unë kam nisur 6 muajsh të dyve. Tomasi ka qenë i pari patjetër, po kam nisur që në fillim me metodën BLW. Okej. Mund të kem qendër të parat që e ka promovuar si metodë. Në fillim në muajin e 5 vendosa që t'i jap Tomasit gjëra që të provonte një herë si ndjesi, dhe patjetër në muajin e 6 e tutje ka filluar dhe të ushqehet. Tani unë kam pasur shumë reagime nga më të ndryshme nga mama që si nuk e ushqen fëmijën, ai nuk po ha, ai thjesht po lëpin. Unë kam lexuar shumë dhe kam bërë edhe kurse online për këtë gjë dhe fëmijët në 6 muajsh nuk kanë nevojë të ngopen nga ushqimi. Unë jam shumë krenare që kam vazhduar me mendjen time të BLW sepse tani fëmijët e mi nëse më shikojnë në pjatë mund më hanë dhe mua. Jo më shijojnë çdo gjë. Ushqimet e tjera nuk kanë naze, kanë mësuar që shumë të vegjël që 6 muajsh të ushqehen vetë, duke i kam ndërhyrë kurrë në ushqim, përpos disa rasteve që mund të ketë qenë supë që doja të mbaronte shpejt edhe po raste shumë sporadike, jo të përhershme. Dhe momenti imi preferuar ka qenë kur shkonim me pushime, që mund ta hanin dhe të bënin pjesë, se nuk do pastroja. E vërtet. Se ajo ka qenë e tmerrshme. Pjesa e pastrimit, bluzet që bëheshin qelbur, që ndroheshim. Njolla, ashtu, gjithkohë. Dhe pastaj dëgjoja mamin tim dhe vjerën time që si e lëkshu fëmijën, që si është bërë qelbur. Po nuk është qelbur, është ushqim. Ai e shijon, dhe unë vetë kam qenë gjithmonë promovuese e BLW-s, në fakt, sepse është një nga metodat më të mira. E di që ka mama që kanë frikë, por sa më shpejt aq më mirë. Mendoj që po u informove, nuk e frikë. Nuk e frikë. Do të thënë nëse merr informacionin e duhur, nuk e frikë sepse ti e di se çfarë është e mirë për fëmijën. Unë madje herën e parë që kam ushqyer Tomasin e kam bërë kur darti nuk ishte aty, se e dija që ai do panikosej dhe fëmia po pa prindin që panikose, normalisht reagon dhe thot
prit kur panikon se të imagjino të them. Që e bëra pa dartin ditën e parë, kam marrë kamerë dhe kam thënë mos fli dhe shikoje, patjetër që i kam qëndruar përballë dhe kam qenë e përgatitur nëse do ndodhte kjo gjëja, çfarë do bënim ne. Por ka 100 opsione që mund ta nicësh shumë slow edhe pa egzageruar te ushimet që mund të jenë të frikshme për të rriturit. Shumë e vërtet në fakt. Edhe sa i përket marrëdhënies tuaj në çift, Sar, ndryshoi pas ardhjes së Peva. Si ndryshoi? Patjetër. Me thënë, u përgatitët ju përpara, apo ju keni qenë gjithmonë vetë me njëri tjetrin për një kohë shumë të gjatë, dhe normalisht kur një çift është shumë kohë e gjatë me njëri tjetrin, mund të ketë vështirësi kur një i tretë vjen në shtëpi, sidomos kur është i vogël dhe kërkon përkujdesje dhe të rreqë vëmendje nga njëri te tjetri. Patjetër që ka ndryshuar, nuk besoj se ka familje që e mohon këtë gjë. Ne kemi pasur patjetër njiheshim prej shumë vitesh dhe kemi pasur një marrëdhënie shumë të gjatë dhe kjo mund të ketë qenë një plus sepse e njihnim njëri tjetrin dhe e njihnim njëri tjetrin edhe në situata që mund të kenë qenë vështira, e kemi parë se si reagojmë, në të mirë në të keqe e dinim se si do reagonim. Darti e ka parë që në fillim që unë kam qenë shumë e impenjuar me marrjen e informacionit dhe fatmirësisht ka qenë një ndjekës shumë i mirë i instruksioneve që unë kam dhënë në fillim. Dhe edhe në momentet që është pak më chill, është pak më i qetë, unë jam duhet ta bëjmë në këtë orë sepse ky është momenti i dur edhe më strikte për në këtë. Po, sepse kam dashur gjatë gjithë kohës që ti mësoj në këtë mënyrë që tani për shembull që jam 5 vjeç edhe 3 vjeç ti shikoj rezultatet që po ja shikojmë të dy. Dhe Darti ka besuar te mënyra se si un kam dashur të prindërosh, po. Zgjedhur nga gjitha informacionet që kam marrë që të prindëroj. Dhe ka qenë një suportues shumë i mirë dhe të dy e kemi vendosur që ne jemi prindër, po jemi edhe partner për njëri tjetrin, po jemi edhe Sara dhe Darti, dy njerëz, dy individ që vazhdojmë edhe jetën tonë. Patjetër që lidhja e fëmijës së dytë e Gregut ka qenë më e rëndë se sa e Tomasit. Jo vetëm prej sfidave. Po, jo vetëm se ishte fëmia i dytë edhe kanë qenë impenjimi dyfisht, por edhe për situatën që ndodhi që unë kalova një periudhë depresioni shumë të gjatë edhe njerëzit mendojnë që depresioni kalon në momentin që ti sapo lind, por në fakt si ndodh pak më vonë, sidomos kur ka situata traumatike, ti mundohesh që adrenalina ty të çon që ti të vazhdosh deri një moment që situata qetësohet, përmirësohet dhe ti në atë moment e kupton që çka ka ndodhur deri tani dhe fillon të kesh një moment reflektimi. Kështu që edhe unë kam kaluar shumë rënd periudhën e depresionit derisa çka ke menduar gjën mund të unë kam arritur deri në pikën e kam thënë edhe tek ferma, kam arritur deri në pikën kur kam dashur të mos jetoj më. Dhe për një gocë si puna ime që kam qenë gjithmonë e çiltër dhe entuziaste për jetën, ka qenë e tmerrshme. Domethënë po të më pyesësh tani do të thënë nuk ka mundësi që unë ta kem bërë si veprim. Por kërkove ndihmë ti Sara? Po, pas kësaj kam kërkuar ndihmë. Kam kërkuar ndihmë dhe më përpara, po më zhdukur gjithmonë mbase nga familjarët edhe nga njerëzit e afër që se të kërkosh ndihmë ti na ke ne, ndërkohë që s'të kuptojnë njësoj si një profesionist që patjetër mund të ndihmoj shumë më mirë edhe me do të fusi në shinat e duhura për t'ia kaluar situatës. Ka qenë shumë e vështirë, por me njerëzit e duhur afër edhe për faktin që edhe këtu do vlerësoja më shumë Dartin se sa unë, sepse unë kam qenë totalisht në ajër, por Darti ka qenë ai që gjatë gjithë kohës ka insistuar, ka qenë aty, në momente që mund të kenë qenë shumë të rënda për të ka menduar për mua, kështu që unë mendoj që përpara se të lindet një fëmijë, me gjithë respektin për gjithë prindërit, patjetër se mund të ketë situata nga më të ndryshmet, por në një situatë normale të një familje duhen menduar edhe a është partneri i duhur për të lindur një fëmijë. Unë nuk mendoj që fëmia të ndihmon ty të rish me partnerin. Përkundrazi, fëmia është një sfidë dhe duhet të kesh partnerin e duhur dhe marrëdhënien e duhur për ta kaluar këtë sfidë. Nuk mund të gjesh shpëtim tek fëmia se pastaj vjen momenti që ti fillon edhe i gjykon dhe fillon edhe thua është faji jot që un kam pavarësisht se mund mos ta thuash me zë të lartë, por e mendon që është faji ti që un nuk kam qëndruar me partnerin tim. E bllokuar po në gjendje. Un jam shumë e lumtur dhe me fat që këto biseda i kemi bërë përpara dhe kam dhe kemi mbështetur, pra kemi mbështetur njëri tjetrin. Ka mama
edhe gra që pas lindjes nuk flasin shumë dhe për atë vetmin Po. që ndodh pas lindjes, sepse fillojnë dhe gjykojnë, po prit se jam me depresion postpartum, apo kaloj një baby blues apo jo, por ndihen vetëm në atë moment, edhe nëse kanë rreth e rrotull njerëz, por ka që ndihen vetëm në atë moment. Unë jam ndier shumë vetëm në atë periudhë, edhe sepse isha 27 vjeçe dhe shoqet e mia nuk e perceptonin dot që të kishe një fëmijë. Ndërkohë unë po bëja fëmijën e dytë, kisha fëmijën e dytë dhe patjetër që nuk kisha shumë njerëz që më kuptonin. Partneri im kuptonte, mami im më kuptonte, por jo në atë nivel mëmësie që mund ta kuptojnë vetëm një mamin tjetër. Kështu që ka qenë një periudhë shumë e vetmuar, ka qenë edhe një periudhë që unë doja t'i bëja të gjitha mirë. Dhe ti të paktën unë e kam kaluar kështu depresionin që doja edhe ti mbushja mendjen vetes që shiko, ti mund të jesh dhe mami, mund të jesh edhe gruaja, mund të jesh edhe bashortja, po ti nuk nuk është e vërtet, sepse gjithmonë 100% i jetës ti do ta ndash në përqindje asnjëherë të barabarta. Dhe ky është një mësim që un kam marrë për atë periudhë që vazhdoj ta keme dhe sot, që ka momente në jetë që ti do t'japësh më shumë fokus fëmijëve dhe ka momente në jetë që pasi i ke dhënë shumë fokus fëmijëve, mund t'japësh edhe pak më shumë fokus vetes tënde. Sepse është shumë e nevojshme. Ajo balanca që ne flasim gjatë gjithë kohës, kjo është. Nuk është balanca në të njëjtën kohë, është balanca ndër vite. Ka vite që ti e fokusuar dhe thua, ok, tani është momenti që fëmijët kanë nevojë për mua, siç ka vite më vonë jam e sigurt që ma kanë thënë të gjithë pas 10 vjeç, 12 vjeç, që ti thua, ok, ky është momenti im dhe i partnerit tim që ne jemi pak më të lirshëm. A ka pasur momente kur me Darti nuk keni qenë dakord një formë prindërimi, pra ta bëjmë ndryshe pak të, dhe si e keni zgjidhur? Kanë qenë shumë momente. Thash Darti është pak më liberal. Sidomos këtë periudhën që unë nuk kam qenë. Ai ka bërë çka ka dashur vetë. Dhe çka ka dashur fëmijët. Unë nuk kam qenë kurrë dakord që fëmijët të ushqeshin me gjëra të procesuara, me ushqime të procesuara. Për shembull, me patatina, me çokollata, gjëra të tilla, akullore. Dhe u zbutat paktën e provuan akulloren, çfarë ishte. Por jo se nuk doja ti provonin, por mund t'ja bëja vetë, pra i bëja diçka të ngjashme dhe ja... Ti paka shumë me një shije ishte, po. Thjesht ishte më e shëndetshme. Sigurisht këtë periudhë unë nuk isha, kështu që nuk mund t'i bënim gjërat vetë. Dhe vetëm kur shikoj Thomasin me foto me patatina, me çokoladë në dorë, dhe më thoshte, thjesht e kam mbajtur në dorë. E kam ngrënë vetëm pak dhe ja kam dhënë babait. U bën dhe grup ndërkohë. Po, të tre grup, domethënë madje Darti më thoshte që më pyeste Thomasi dhe Gregu që kur vjen mami, edhe Darti i thoshte të hënën. Okej, kemi dhe 3 ditë kohë. Gjithmonë kemi qenë polici mirë, polici keq. Mua më ka rënë shumë herë rasti të jem polici keq, se s'kam pasur zgjidhje tjetër, jo se s'kam dashur, po edhe për orën e gjumit, për shembull unë jam shumë strikte edhe tani në verë. Darti thotë që jo, s'ka rënë akoma diellin, ti do t'i vësh në gjumë. Dhe kemi arritur në një konsensus i kemi vënë në mes, as në orën 7, as në orën 9, në orën 8. Do të kemi arritur në këtë pikë. Po zakonisht të bijem dakord, gjejmë të mesme. Nuk ka shumë raste që nuk bijem dakord, për këto ushqimet skandaloze unë nuk bie asnjëherë dakord. Por Darti gjen mënyrën, siç të thash, këto 3 muaj e kanë lëshuar fare dorën. Kështu që kur të vish ti, jepi drejtim, si të duash ti. Tani fillon, por pushimet me njëri tjetrin me Dartin, kur e keni bërë për herë të parë paçunin ose paçunet? Kur Thomasi ka qenë 5 muajsh. Kemi shkuar në Dubai dhe ka qenë shumë e nevojshme për të shkuar, jo vetëm për faktin që u bëra mami edhe ai u bë babi, por edhe sepse sapo kaluam pandemin dhe ka qenë një vit i tmerrshëm që nuk po e përballonim dot më dhe që kishim një bashkëpunim udhtimi. Dhe kur thanë që do shkonin në Dubai sepse kemi një bashkëpunim, isha kështu po. Direkt. Sepse kisha shumë nevojë. Ishte një ndër udhëtimet më të vështira.
sepse patjetër s'kisha ndjenjur ndonjëherë pa Thomasin, por realisht më bëri shumë mirë dhe mua dhe Dartit, sepse gjithmonë mendoj që është e rëndësishme që prindrit të gjejnë edhe kohë për veten e tyre, jo vetëm duke bërë pushime vetëm me fëmijët, qoftë edhe një ditë larg këtyre, qoftë edhe në një vend në Shqipëri apo afër vendit të tyre, por e kanë nevojë sepse është ndryshe. Në nuk kisha pjesë muaj që nuk flija rehat. Pavarësisht se Thomasi flinte gjumë, është ajo ndjesia që ti duhet të jesh zgjuar sepse ja ndodh diçka. Kështu që kur ti nuk je në të njëjtën zonë me fëmijën tënd, patjetër që ti mund ta bësh gjumën pak më rehat edhe duke ditur që është i sigurt me gjyshin edhe gjyshen. Ne keni lënë shpesh me gjyshin dhe gjyshen? Kur kemi udhëtuar vetëm, e kemi lënë me gjyshin dhe gjyshen. Nuk është se kemi udhëtuar shumë shpesh vetëm, por udhëtimet e punës e kemi pasur patjetër që na është dashur që të lëvizim. Ata janë shumë të lidhur me gjyshin, me të dy gjyshurit dhe gjyshet. Por nuk e kanë problem, janë mësuar me njerëz, edhe kur nuk i lëm, ata vinë tek ne, jemi mësuar që të qëndrojmë shumë veta në të njëjtin ambient, kështu që se kemi fare problem, as ata se kanë. Po nuk e qenë për shembull le të themi kërkuese që a ja bëre këtë, a ja bëre ta? Po, kam qenë. Ke qenë? Kam qenë, po. I bëja një listë përpara, i thoya çfarë duhet bëj, kur duhet ta vënë gjumë edhe e kontrolloja, e merrja në telefon mamin e ke bër. Por ata domethënë devijonin her pas here nga kjo gjëja. Patjetër. Po mami për shkakun ka mësuar metodën BLW bashkë me mua, sepse normalisht mbante Thomasin edhe ose Thomasi ka hequr Pelenën 1 vjeç e gjysmë. 1 vjeç e gjysmë. Ishte një vendim i yt apo është Thomasi u irritua shumë dhe doktoresha na sugjeroi që ta mbanim 1 javë pa Pelena. Por tani nuk ishte sens që ta mbanim 1 javë pa Pelena dhe t'ja vendosnim prap. Shumë drejt. Kështu që ishte dhe verë, kështu që vendosëm që të bënim metodën që e heq gjatë gjithë ditës, edhe të dy çunat e kanë hequr gjatë gjithë ditës 1 vjeç e gjysmë. Dhe nuk e kemi vendosur më. Patjetër që ka pasur shumë aksidente, sidomos natën, por kemi rezistuar, kemi larë çarçafët dhe çdo gjë tjetër sepse po ja nisi atë punë mirë është mos i kthesh. Edhe nuk kam besuar shumë tek këto pelenat e natës. Okej. Sepse mendoj që fëmia e kupton që ka pelen dhe normalisht nuk e zhvillon atë instiktin e të mos lëshuarit të urinës. Kështu që kam vendosur që në fillim që nëse do e stopojmë gjatë gjithë kohës. Patjetër që na është dashur ta çojmë disa herë në tualet, natën, çdo 2-3 orë, nuk i kemi dhënë ujë ose gjëra të lëngshme 1 orë përpara se të flej. Gjitha këto gjërat që duhet të bëhen përpara se fëmia të jetë gati për të shkuar për të fjetur gjumë, sepse edhe ai ndihet pastaj i pasigurt. Domethënë, ne jemi munduar shumë edhe mos t'i bërtasim kur ai urinon në krevat, sepse s'është faji i tij, po ndërkohë aty krijon ato traumat e para, ndihet inferior që si se bëra. Domethënë, kur përmende për ushqyerjen BLW, edhe që i hedh ushqimet, bën pis gjithandej. Ai që përfiton më shumë nga kjo situatë, kush është? Laki. Laki. Ju keni dhe një qenë. Po. Keni pas para se të vinin çunat? Po, 1 vit përpara kemi marrë Lakin, një qenushe, nuk e di domethënë ajo është ëngjëll, nuk ka qenë më të mirë. Se po bëj tani gjithë pronarët e qenëve kështu thonë, po. Qeni im është më i mirë. Jo, vërtet, edhe me fëmijët është shumë e mirë. Mendoj që kemi bërë zgjedhjen e dur që kemi marrë Lakin 1 vit përpara, sepse sado që sharake mund të duket për njerëzit që s'kan qenë, por realisht është një stërvitje shumë e mirë, sepse qenët kanë të njëjtat nevoja, në mos më shumë, se sa një fëmijë, sepse duhet që ne kemi pasquar Lakin në kopësh, që të edukohej, sepse normalisht shkatron dhe çdo gjë nëse nuk e bënim. Jemi trajnuar dhe ne se si të sillemi me Lakin, dhe pas 1 viti që edhe ajo ishte maturuar dhe kishte kuptuar se si është të jetosh në një apartament dhe jo në hapësirë. Patjetër që kur erdhi Thomasi, u bë edhe më e thjeshtë, edhe prezantimi, edhe Thomasi e ka qetësuar shumë, bashkë me Gregun e kanë qetësuar shumë, madje ajo e shkreta bëhet si tapeta, ata i gjiten sipër. Mendoj që ka ndikuar edhe për mirë tek fëmijët, sepse edhe për çështjen e baktereve që qenë allergji. Nuk kanë Kishe ti allergji. një frikë përpara, po sikur djem t'jen allergjik?
Po nuk mendoj që alergjia lind me fëmijët. Alergjia krijohet. Ne kemi alergji tani që nuk ekzistonin në kohën e prindërve tanë sepse nuk jetojmë në të njëjtin environment, në të njëjtin ambient. në të njëjtin ambient. Kështu që patjetër që alergjia krijohet. Dhe prandaj kam dashur që Laki të ishte që në fillim me ne, sepse Laki ka bërë fëmijët që të jenë shumë më imun ndaj alergjive, ndaj qimeve, ndaj baktereve. Laki lëpinte fëmijët në fytyrë dhe unë kur e hidhja në video të merroheshin, jo vetëm njerëzit në rrjetet sociale, po edhe prindrit e mi ishin çfarë po i bën çunit. Aman mos, ë? Ndërkohë që është normale sepse Ky është një tjetër gjykim. Gareti. Nuk mbaroj unë, po të filloj me gjykimet nuk mbaroj. Gjithmonë do Po kam zgjedhur gjithmonë të bëj atë që dua vetë dhe nuk kam asnjë pishman. Vazhdoj të bëj atë që dua vetë. Dhe në fakt, në këto disa prej episodeve që ne kemi pas gjatë kësaj kohe, kam pas shumë mama që me sinqeritet kanë dhënë eksperiencën e tyre personale. Dhe në disa prej tyre më ka bërë shumë përshtypje, por janë shtuar shumë sfundi, nuk e di që kanë këtë, nuk e di, kanë një lloj revolte brenda vetes dhe s'po i kuptoj mamat në këtë raste. Se thonë që mami që po flet, që po e thotë gjë, po gënjen. Ti po gënjen që po e thua këtë gjë. Okay. Pra, nëse ti po thua një histori tënde që s'ka ndodhur vërtet, po nuk pruqet me atë mendimin e saj apo se si e gjykon ajo, atëherë ti po gënjen. Po. Edhe kjo përballja mes mamave që unë gënjej, ti nuk thua të vërtetën, unë them të vërtetën, ti po gënjen, nuk e kuptoj pse ka nisur prap. Edhe me ushqimin kam pasur këtë lloj qasje, pra të prindërve të tjerë që domethënë nëse ka pasur një dozë negativiteti që unë kam marrë, ka qenë në periudhën kur kam darë eksperiencën e rritjes së djalit. Domethënë mamat kanë qenë audienca më e egër që unë kam pasur ndonjëherë. Edhe tani post fermës nuk e krahasoj me atë që ka ndodhur atëherë. Sepse mendoj që duan edhe të justifikojnë faktin që nuk kanë dashur që ta bëjnë. Jo, nuk kanë dashur vetë, nuk kanë zgjedhur po ta bëjnë ashtu. Domethënë ndikojnë shumë gjëra, ndikon presioni familjar, ndikojnë fakti që disa mund të lejojnë edhe familjarët e bashortit që të ndikojnë në mënyrën se si ti e rrit fëmijën. Unë kam pasur shumë mesazhe nga mama që më thonin nuk dim se si ti mbushim mendjen vjerrës që unë të bëj këtë gjën. Ndërkohë që unë nuk insistoj për mbushjen e mendjes së vjerrës, sepse s'ka lidhje fare me fëmijën tim në mënyrën se si unë dua ta rris. Edhe me mindsetin, pra janë prindër që mendoj që janë të frustruar shumë për atë që po i ndodh vetë dhe mënyra e vetme se si duan që t'i mbushin vetes mendjen që po e bëjnë mirë është që të dënojnë dikë tjetër që mbase po e bëjnë ashtu siç ato do donin. Unë nuk jam ndikuar ndonjëherë, patjetër që kam momente që jam mërzitur, sepse kam thënë mërzitur, sidomos te kjo pjesë, unë mendoj që te pjesa e momësisë të gjithë mërziten, ëh, sepse si çfarë po bën, po mendon që unë po bëj gjën e keqe jo të duhur me fëmijën tim? Edhe sepse mendojnë që ne duam të tregojmë sikur ne jemi perfekte, ndërkohë që nuk jemi perfekte, ka gjëra që nuk shkojnë mirë, po ti nuk futesh në rrjetet sociale që të shohësh sa jo perfekte është një mami tjetër, e kupton? Eksakt, apo të qaj, apo të dëshpërohet, të tregoj. As nuk të hy në punë. Domethënë për çfarë të hy në punë ty nëse e di që fëmia im nuk fletë sot në 7, po fletë në 7:30. Që janë gjëra që edhe i kam darë, pikërisht për të bërë këtë balancën e për të shpjeguar mamave që nuk është çdo gjë perfekte. Por instruksionet ose mënyrën se si unë kam dashur që ta ndaj eksperiencën time ka qenë gjithmonë sipas eksperiencës time. Pra unë nuk mund ta di se si ti e ke rritur vajzën tënde apo dikush tjetër, as nuk mund të gjykoj sepse unë kam zgjedhur një mënyrë tjetër. Problemi është shumë mama nuk e kanë zgjedhjen e tyre. E kanë të detyruar, të adaptuar dhe mendoj që kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale. Çfarë shpreson që Thomas dhe Gregu të thonë për ty një ditë? Unë do doja shumë që Thomas dhe Gregu të konsideronin mamin e tyre luftarake, edhe që ta ndjenin dashurinë që unë kam për ta. Domethënë kjo është mendoj shpërblimi më i madh që ata kur të rriten, thonë ne kemi pasur një fëmijëri shumë të bukur. Sepse mendoj që kjo i mungon shumë fëmijëve edhe realisht këtë dua që ata të kenë një fëmijëri shumë të bukur edhe të rriten të lumtur dhe ta ndjejnë kur të rriten që ne jemi rritur të lumtur. Patjetër që trauma do ketë, nuk do shpëtoj njëri nga traumat, por dua të jenë të lumtur. E fëmijët e tretë keni menduar të?
Jo, momentalisht nuk kemi menduar. Po nuk e keni mbyllur. Nuk e di. Nuk e di. Deri tani kam qenë kështu në dyshimet e mia që kam thënë jo, pata një situatë të vështirë pak përpara se të futesha në ferm. Pas asaj e kam menduar që mund të ekzistonte mundësia pas disa viteve që po thjesht mendoj, imagjino ti të prap çun. Punë e madhe Unë të fort. dal nga shtëpia. Kështu dua ti se ke gocë. Unë kam dashur gjithmonë të jem mam çunash. Po tani që kam 2 çuna, edhe është edhe dart, janë 3 çuna, them sikur të kisha edhe një gocë. E di, ma merr mend edhe goca duhet se s'bën e kedri, por gjithsesi edhe çuna, unë jam domethënë mendoj që do jetë fantastike dhe sigurisht do jesh goca skuadër futbolli. Ashtu jam, po s'po Sa faleminderit që ishe në mam. Faleminderit, Orina, ishte shumë kënaqësi.